Nderuar Zoti Kryeministër, nderuar Ministri Ibrahimaj, nderuar Zoti Barnet, nderuar kolegë, miq të ftuar, është një kënaqësi e veçantë për mua të marr pjesë në prezantimin e këtij projekti ambicioz dhe mjaft domethënës në kuadër të nxitjes së përdorimit të pagesave elektronike, përfshirjes financiare dhe formalizimit të ekonomisë shqiptare. Krahas këtyre objektivave, vlerësoj se programi POSI, që sapo përmend nga Ministri Ibrahimaj, mbështet dhe forcon themelet e përpjekjeve tona të përbashkëta drejt një tregu sa më të zhvilluar pagesash, të parafruar plotësisht me praktikat europiane, që do të mundsojnë përmbushje në kohë dhe me efikasitet të objektivit ton madhor për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Me kënaqësi përmend se Shqipëria si vend pararoi në Ballkan, fal bashkëpunimit midis Bankës Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare, arriti të tregoj se edhe në fushën e pagesave ka përmbushur më së miri detyrat e saj, çka u certifikua dhe u kurorëzua me anëtarësimin e saj në zonën gjeografike SEPA. Do doja të nënvizoja se në këtë garë të hapur midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, të lidhur drejt për së drejti me planin e ri të rritjes dhe financimet që ai gjeneron për secilin vend, Shqipëria arriti tregonte e përsi ndaj vendeve me një fazë edhe më të avancuar zhvillimi në procesin e integrimit. Përtej materializimit të një sër përfitimeve thelbësore për ekonominë dhe qytetarët shqiptar, kjo arritje dëshmon qartasi angazhimin e lartë të Shqipërisë për të qenë pjesë e familjes europiane. Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve pozitive nga pikpamja ligjore dhe rregullative, për të arritur objektivat tona, është i domosdoshëm zhvillimi i mëtejshëm i tregut. Prej disa vitesh ne jemi njohur dhe jemi duke punuar intensivisht në këtë drejtim dhe ndër arritjet kryesore mund përmend sistemin AIPS Euro të zhvilluar nga vetë Banka e Shqipërisë, i cili ka kursyer qytetarëve dhe bizneseve shqiptare nga viti 2022 deri më sot rreth 200 milion euro kursime nga komisionet, gjithashtu operacionalizimin e bankingut të hapur, pra të open banking, përmes të cilit javët e fundit janë realizuar dhe transaksionet e para. Dhe së fundi, projektin TIPS Klon që ne po bëjmë me Bankën Italisë, një projekt i cili është në zhvillim më sipër dhe do të jetë operacional në vitin 2026. Por pavarësisht i fakti, ndërveprimi dhe bashkëndimi përpjekjeve me të gjithë aktorët për të krijuar një ekosistem sa më efikas që ofron sa më shumë alternativa për aktorët ekonomik, është thelbësor. Dhe projekti i sotëm është një pasqyrim i bukur i këtyre përpjekjeve. Bashkëpunimi me aktorët ndërkombëtar, të tillë si kompania e njohur Mastercard, është jetik për promovimin e pagesave elektronike. Vlen theksohet se në tregun shqiptar, kartat janë instrumenti më i përdorur me të cilët qytetarët dhe bizneset shqiptare janë familiarizuar ndjeshëm. Lejoni të shpreh mirënjohjen tonë për këta aktor, me të cilët fal prezencës së tyre qenë fillesat e sistemit aktual bankar, mundësuan që tregu shqiptar të prezentojë me teknologjitë më bashkohore dhe më efikase të kohës. Kështu në 4 vitet e fundit, përdorimi i kartave është rritur me rreth 300% ose 3 herë duke bërë kartat pra instrumentin më të përdorur për pagesat elektronike, ku 7 transaksione nga 10 transaksione të pagesave elektronike në tregun shqiptar sot kryhen me kartë. Sigurisht, zgjerimi i përdorimit të pagesave me këtë mjet është shoqëruar dhe me një zgjerim të ndjeshëm të infrastrukturës së POS-eve, pra të poseve, të cilat janë dyfishuar në 4 vitet e fundit. Një zhvillim i tillë është mjaft i domosdoshëm dhe vlerësohet, këtë shërbyer si nxitës si ekonomisë shqiptare, jo vetëm sa i përket produktivitetit efektiv, por dhe kursimeve të jashtëzakonshme. Më konkretisht, bazuar në të dhënat e Bankës Shqipërisë dhe të Bankës Botërore, rezulton se nga një zëvendësim i pagesave me para fizike në masën e 35%, po të kryen me kartë, mund kurseshin mesatarisht rreth 2 miliard lek në nivel ekonomie. Për më tepër, nëse ky zëvendësim, pra i pagesave cash me para fizike, me pagesa me kartë në masën 70%, nëse do të kryej, atëherë do të kurseshin rreth 8 miliard lek në nivel ekonomie. Në vlerësimin e Bankës Shqipërisë, një objektiv i tillë mund të konsiderohet ambicios, por i arritshëm fal bashkëpunimit që po bëjmë me Mastercardin si ky bashkëpunim që ne po kryejmë sot.
Mendoj se në saj të mekanizmave të krijuar në kuadër të digitalizimit të shërbimeve, si për shembull sistemi i fiskalizimit, së bashku ne mund të monitorojmë këto zhvillime dhe kur vlerësohet e nevojshme të ndërhyjmë më tej për të arritur objektivat e synuar. Gjithashtu dëshiroj të theksoj se bazuar në analizat tona, një shtysë e rëndësishme për rritjen e përdorimit pagesave me karta në tregun shqiptar ka qenë edhe shtimi i turizmit. Presioni i shtuar nga kërkesa e turistëve për të kryer pagesa me karta, në një farë mënyrë ka imponuar zgjerimin e pikave të aksesit në pagesa me karta nga bizneset shqiptare. Për ta materializuar këtë zhvillim, mjafton të themi se nga viti 2020 në vitin 2024, pagesat me karta janë rritur me 7 herë, nga 2.5 milion transaksione që ishin në vitin 2020, në vitin 2024 ne kemi pasur 17 milion transaksione të kryer me karta. Në këtë linjë logjike, vlerësoj se programi POSI që po prezantohet sot ka një domethënie të veçantë në përshpejtimin e përdorimit të pagesave me karta në ekonominë shqiptare, pasi adreson pikërisht ato segmente të tregut që vlerësohen si tepër dinamike dhe që ka nevoja për prezantimin edhe më të gjerë të pagesave me karta. Duke ndikuar në faktor thelbësor, si kostot e përdorimit dhe edukimi financiar, të cilët vlerësohen si dy nga barierat më domethënëse për zgjerimin e pagesave me karta, jemi besim plot se ky projekt do të ketë rezultate tepër pozitive. Duke ritheksuar rëndësinë e projektit për zhvillimin efikas të tregut pagesave dhe formalizimin e ekonomisë shqiptare, ftoj bankat të marrin pjesë në mënyrë sa më aktive në këtë projekt dhe fal mekanizmave në dispozicion të tyre të nxisin materializimin e suksesshëm të objektivave të projektit. Në përfundim të fjalës time, dëshiroj të shpreh angazhimin maksimal të Bankës së Shqipërisë për realizimin e këtij projekti dhe gatishmërinë tonë përhershme për promovimin e digitalizimit dhe inovacionit në ekonominë shqiptare, me qëllim final formalizimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit. Ju falenderoj.